Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu at-taslima ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për të gjitha të mira që na i ka dhënë. Elusim Allahun te baraka wa taala që të na bën nga robërit e tij falëndërues. Laudatat bekimet qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të nderuar, edhe sot me lejen e Allahut te baraka wa taala po takohemi në këtë vend, duke lutur Allahun xhalla xhelalu që të na jap sukses, të bëjmë këto takime të pranuara dhe të bekuara, të dobishme dhe të frytshme për neve në dunja dhe në ahiret. Do të vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut azza wa jall me temën tonë, me emrat e bukur të Allahut xhalla wa ala dhe me emrin e radhës dhe me dobit dhe kuptimet e radhës që na duhet të vazhdojmë rrugën më tutje deri në takimin me Zotin ton. Në takimin e fundit kemi marrë një emër të Allahut xhalla wa ala që kishte të bënte me përkrahjen, ndihmën e Zotit xhalla wa ala dhe në robërit e tij. Dhe kemi folë për kuptimin e këtij emri dhe kuptimin e kësaj përkrahje, kushtet e saj dhe kur mund të fillojmë të llogaritim se Allahu xhalla wala do të na ndihmon, do të na përkrah dhe do të na shtyn përpara të na hap rrugën drejt fitores së ngadhnimit. Emri që do të flas për të sot nuk shkon larg prej emrit të kaluarën. Mirë po, padyshim i ka edhe veçoritë dhe specifikat e veta. Andaj emri që do të flas për të sot është emri Allahut El-Fattah. Emri Allahut El-Fattah që besoj çdo kush për juve ka pas rastin që ta ndëgjon duke lexuar Kur'an se ky emër është nga emrat e Allahut xhalla wa ala. Fillimisht rënja e këtij emri të Allahut xhalla wa ala në gjuhën arabe vjen nga folja fataha. Nëse folja fataha yaftahu në gjuhën arabe ka disa kuptime. Dhe si zakonisht ne fillimisht e marrim kuptimin gjuhësor për të ndihmuar pastaj me të për kuptimin e këtij emri në raport me Allahun xhalla xhelaluhu. Fataha në gjuhën arabe ka disa kuptime sikur që theka. Kuptimi i parë i këtij emri është e kundërta e ghalaqa. Don fataha me hap e kundërta e mbylljes. Andaj çdo gjë që është në kundërt e mbylljes në gjuhën arabe quhet fataha. Kur diçka të hap, kur diçka të çel, që ka qenë e mbyllur, këtij procesi ose kësaj ngjarje dhe këtij zhvillimi në gjuhën arabe i thon fataha. E ka hapur fataha al-bab, e ka hapur derën ose fataha at-tariq, e ka hapur rrugën e kështu me radhë. Kjo është një prej kuptimeve të këtij emri, prej kuptimeve të kësaj folje në gjuhën arabe. Gjithashtu prej kuptimeve të kësaj folje në gjuhën arabe fataha është që t'i hapet njeriu fitoria. Andaj njeriu është në presion dhe është ndoshta edhe në shtypje të caktuar, edhe duke pretu padrejti të caktuar, dhe kur i largohet kjo dhe fiton ngadhnjen mbi padrejtinë që është bërë apo ngadhnjen mbi armikun, i thon futiha alayhi, i është qel, nga se ka qenë, domethënë në presion i mbyllur me padrejti ose i mbyllur nga armiku e kështu me radhë. Prandaj edhe fitores i thon Fataha. Prandaj edhe në kodër se ka suratul Fath, surja Fath, që nuk kupton surja e çlirimit. Dhe thot Fathul Mekka, çlirimi i Mekës. Andaj çdo gjë që ka qenë mbyllur në kuptimin e mundësisë për depërtuar atje drejtësia, për depërtuar atje fjala e Allahut azza xal, për depërtuar atje mirësia, në gjuhën arabe përdoret përmes kësaj foljeje, Fataha. Gjithashtu kuptimi i tretë gjuhësor i kësaj shprehje që është rënja e emrit të Allahu xhallahu al-Fattah është gjykimi i drejtë. Prandaj edhe kur dikush të gjykon mes dy vetëve, dy njerëz që kanë ndonjë kontekst të caktuar, kanë çështje kontestuese, nuk është e qartë e drejta me kënd është dhe duhet një palë e tretë për gjykuar mes tyre. Procesi që kjo palë e tretë e bën për ta nda kontestin
dhe për t'ia nda drejtsinë atij që meriton, në gjuhën arabe quhet fath. Pra gjitha këto janë kuptime të kësaj rënje, të kësaj foljeje, nga e cila pastaj vije emri Allah xhallahu ala el-Fattah. Se përket emrit të Allah xhallahu ala el-Fattah, ka ardhur në Kur'an në disa vende. Një herë ka ardhur në njejs el-Fattah, sikurse ka ardhur në surën Saba, në ajetin 26, Allahu xhallahu ala thot: "Kul yajma'u baynana rabbuna thumma yaftahu baynana bil haqqi wa huwa al-Fattahu al-Alim." Thuaj yajma'u baynana rabbuna. Thuaj do të bashkon mes neve Zoti jon. Kjo është ditën e gjykimit. Do të bashkon Allahu xhallahu ala me gjithë njerëzve. Thumma yaftahu baynana, e pastaj këtu yaftahu ka ardhur yaqdi. E pastaj Allahu xhallahu ala do të gjykon mes neve. Wa huwa al-Fattahu al-Alim. Andaj këtu kemi qartas, do thot emrin e Allahut al-Fattah, që është argument se Allahu xhallahu ala ka emrin al-Fattah. Wa huwa al-Fattahu al-Alim. Këtu emri e Allahut el-Fattah ka kuptimin, do thot ai është gjykatësi i gjithdijshëm. Nuk ka nevojë për dëshmitar, apo nuk ka nevojë për ndihmës, nga se është i gjithdijshëm. Dhe nuk ka nevojë, do thot për krahje, as nuk ka nevojë për të konsultuar me askën, nga se ai është el-Fattah, ai gjykon gjithmonë me atë që është e drejta dhe që është e vërteta. Ndërsa në shumës ka ardhur gjithashtu në surën Al-A'raf, ku Allahu xhallahu ala thot: "Rabbana ftah baynana wa bayna qaumina." O Zot, hapë rrugën mes neve edhe mes popullit ton. Do të hapë rrugën e të vërtetës. Gjyka mes neve edhe në këtë botë kush e ka drejt, kush e ka hak, kush është me ty o Zot, dëshmoj edhe sot. Këto janë duat e pejgamberit, sikurse ka bërë kështu dua Nuhi alayhis salam, dhe disa prej pejgamberëve të Allahu xhallahu ala në kulmin e konfliktit dhe në kulmin e problemeve me popujt e tyre, ata kanë kërkuar ndihmë nga Allahu xhallahu ala përmes këtij emri. Andaj edhe këtu kemi në Araf, në ajetin 89, Allahu xhallahu ala thot: "Rabbana ftah baynana wa bayna qaumina", o Zot, iftah, gjyka dhe gjithashtu na ndihmo me kuptimin që do t'i përmendim më tutje apo. Mes neve dhe popullit ton bil haqq, me atë që është e vërteta dhe e drejta. Wa anta khairul fatihin, dhe ti je gjykatësi më i drejtë. Prandaj edhe këtu kemi pohim të drejtë për drejtë se Allahu xhallahu ala e ka emrin el-Fattah. Se përket kuptimit të këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala, padyshim se duhet të ndihmohemi shumë edhe me aspektin gjuhësor, sikur që e përmenda më herët, se aspekti gjuhësor është shumë i rëndësishëm në përcaktimin e kuptimeve pastaj që ne i marrim. Edhe pse normalisht duhet të dilet shpesh nga korniza gjuhësore për të shtuar kuptimet e caktuara që i jep shariati. Andaj emri Allahut el-Fattah në raport me Allahun xhallahu ala fillimisht e ka kuptimin e një gjykatësi suprem të drejtë. El-Fattah është ai që gjykon me të drejtën dhe gjykon me të vërtetën. Pse po themi gjykon me të vërtetën dhe gjykon me drejtë? Nga se dikush ka mundësi me gjyku, apo duke e përdorur të vërtetën, por për të pavërtetën. Sikurse do thotë ka thënë Aliu për një thënie të Khawarejve, kalimatu haqqin urida biha batil. Ka thonë thënie e vërtetë, mirë po me të dëshirohet e pavërteta. Sikurse për shembull dikush për të thotë, më rëndësish me pas zemrën e pastër. Po, po kjo është një fjalë e vërtetë që me të dëshirohet e pavërteta. Dikush me të dëshiron të arsyeton neglizhencën e tij, largimin nga feja Allahu xhallahu ala kështu me radhë. Prandaj jo gjithmonë njeriu kur e përdor të vërtetën e përdor me të drejtë. Nëse ka mundësi të përdor e vërteta me padrejti. Duke bërë padrejti dikujt e përdor të vërtetën ose thënë drejt e keq përdor të vërtetën. Andaj Allahu xhallahu ala kuptimi i parë i emrit i el-Fattah është ai që gjykon me të vërtetën me drejtësi. Bashkan mes së dyja. Asnjëherë Allahu xhallahu ala nuk gjykon mes robërve të tij duke e përdorur të vërtetën por për të bërë dikujt padrejti. Asnjëherë. Prandaj edhe pejgamberi i Allahu xhallahu ala duke njohur Allahun te barekuta me këtë emër e kanë lutur Allahun xhallahu ala
që përderisa mes popullit të tyre ka një hamendje se e vërteta me kënd është, kanë kërkuar që Allahu xhallahu të gjykon mes tyre. Mirë, po jo vetëm me të vërtetën, apo, por që edhe me drejtësi. Çka ne kuptojmë me drejtësi? Që edhe atyre që u jep dënimin e merituar, mos të jetë si pasojë e një hakmarrje të pakontrolluar dhe me kufitet e kaluar për shkak se e kanë shkelë të vërtetën, por edhe të jetë me drejtësi. Andaj e ndan të vërtetën, ti e ki të vërtetën, me ty është e vërteta. Mirë, po këti që e ka refuzuar të vërtetën, këti gjykojmë me drejtësi. Kjo është një kuptim i emrit Allah xhallahu ala el-Fattah. Gjithashtu, në bazë të kësaj kuptojmë se Allahu xhallahu xhelalu el-Fattah, i cili është gjykatësi i drejtë dhe gjykon me të vërtetën, jep me kuptues se edhe ajo me cilën Allahu gjykon është e drejta dhe e vërteta. Dhe kjo është një kuptim që na jep emri Allahu el-Fattah. E me çka gjykon Allahu xhallahu ala mes robërve të tij? Me çka Allahu gjykon mes robërve të tij? Allahu te baraka ve taala mes robërve të tij gjykon me dy ligjet e tij, që janë të tij. Ligjin shariatik, që është shpallja, dhe ligjin kosmologjik, që janë ligjet e Allahu xhallahu ala në natyrë. Prandaj Allahu xhallahu gjykon mes robërve të tij me ligjin e tij shariatik dhe me ligjin e tij kosmologjik. Me ligjin e tij shariatik, Allahu xhallahu ala i ndan euliave të tij, të dashurët e tij, i ndan atë që ka premtuar, dhe kjo është el-Fattah. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala në kuadër të ligjit të tij kosmologjik, apo gjithashtu nuk i bën padrejtësi edhe pabesimtarë që mundohen dhe përpjekën me arrit dikun. Prandaj, sot këtë teknologji që e shohim, apo që deri dje ka qenë i mbyllur për gjyshin ton, Allahu ka qel, edhe pse ata janë pabesimtar, dhe ai është Fattah, u ka qel në këtë kuptim që nuk u ka bërë padrejtësi, nga se ligji i tij kosmologjik nën kupton se kush përpjeket në të caktuar, Allahu xhallahu ala nuk i mohon mundin e tij. Edhe pse ja mundson përkohësisht të kënaqet në këtë botë, e pastaj dënimi e prat, nga se në ahiret gjykimi i Allahu xhallahu ala bëhet në bazë të ligjit të tij shariatik, në bazë të ligjit të Allahut shariatik. Ka se po të bëhet gjykimi yawmul qiyama, apo sipas ligjit të Allahut kosmologjik, do të kishte mundësi me pas kufar në xhenet, sikurse ka pas mundësi në dunja me pas kufar që janë suksesshëm, janë të pastër, janë autoritativ e kështu me radhë. Andaj Allahu xhallahu ala yawmul qiyama gjykon me ligjin e tij shariatik, nga se kjo ka qenë e mirë dhe kjo ka qenë e keqe në bazë të çfarë ligji? Në bazë të shariatit. Prandaj ditë e gjykimit njerëzit kanë më gjykuar, popujt e pejgamberëve kanë më gjykuar me ligjet e tyre që Allahu ka shpall pejgamberëve të kohëve të tyre. Ndërsa njerëzimi që ka ardhur mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i gjykon në bazë të shariatit të tij, në bazë asaj që ka zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo është një kuptim i rëndësishëm i emrit Allahut el-Fattah, ai që gjykon me të drejtën, gjykon me të vërtetën, dhe gjithashtu ajo me cilën Allahu gjykon është ligji i tij kosmologjik dhe ligji i tij shariatik, dhe pam se në çfarë rrafshe përfshihet ligji kosmologjik dhe në çfarë rrafshe përfshihet ligji Allahu xhallahu ala shariatik. Gjithashtu për kuptimin e emrit të Allahut el-Fattah, të këtij emri në raport me Allahun xhallahu xhelalu është se Allahu subhanahu wa taala u aqel robërve të tij dyrt e rrezikut dhe furnizimit dhe mirësive. Sa njëri ka qenë i varfër dhe Allahu xhallahu ala ka pasuru, kjo është el-Fattah, ja ka hap dyrt e furnizimit. Sa njëri ka qenë i smur dhe Allahu ja ka hap dyrt e shëndetit. Sa njëri ka qenë, domthonë, në konflikt me dikën dhe Allahu xhallahu ala ja ka hap dyrt e pajtimit. Prandaj ai që hap dyrt e mirësisë, dhe ai që hap dyrt e mëshirës, dhe ai që hap dyrt e bujarisë, dhe ai që hap dyrt e të mirave të shumta dhe furnizimit, është kuptimi i emrit Allahu xhallahu ala el-Fattah. Gjithashtu prej kuptimit të emrit Allahu xhallahu ala el-Fattah është ajo që e përmenëm tek kuptimi gjuhësor, që kishte të bënte me fitoren. Andaj Allahu xhallahu ala është Fattah, është ai që u qel dhe u hap robërve të tij rrugët e fitores. U aqel atyre fitoren. Sikurse mund të jetë
do të thotë moment qielli i zymt, i mbyllur me ra, sa që të përfshin errësira në pikë të ditës, dhe në moment të caktuar fillon të hapet qielli. I duket njeriu si të jetë një fitore apo një dalje për një kritë caktuar që e ka kapluar. Ashtu edhe Allahu xhallahu ala u aqil besimtarë fitoren. Në momentin kur ata ndihen të kapluar nga problemet, të ngulfatur nga presionet dhe nga armiqtë e tij, atëra Allahu xhallahu ala yeftah. Ja u qel dyert e fitores, sikur të thash kuptimi fat është edhe i fitores. Andaj në bazë të kësaj kuptojmë dhe ndëruar se kuptimi i emrit Allahut El-Fattah në raport me Allahun xhallahu ala është i ndërtuar në 3 kuptime themelore. Kuptimi i parë, kuptimi i gjykimit, që Allahu gjykon mes robërve të tij me drejtësi dhe me të vërtetë. Kjo është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë është hapja e dyrave të mirësisë, furnizimit, bujarisë, shëndetit e kështu me radhë. Dhe e treta, kuptimi i emrit Allahut El-Fattah në raport me Allahun xhallahu ala është ai i cili u jep fitoren besimtarëve. Prandaj, në pikën e parë, në kuptimin e emrit Allahut El-Fattah, se Allahu gjykon, përfshin edhe musliman edhe jo musliman. Allahu gjykon me të vërtetë dhe me drejtësi. Dhe e vërteta dhe drejtësia apo është ato që me to Allahu gjykon mes robërve të tij dhe nuk bën pa drejtësi mes njerëzve. Andaj ajo që u takon pa besimtarëve në këtë botë Allahu ua jep. Nuk u mohon. Kuptimi i dytë gjithashtu mund të përfshihen këtu pa besimtarët, apo edhe në të parën fakti që përfshihen nuk do të thonë se përfitojnë, por përfshihen. Kuptimi i dytë i furnizimit i mirësisë edhe këtu përfshihen kufarët. Nga sa edhe atyre Allahu xhallahu u aqel dyert e mirësive dhe begative në këtë botë. Ndërsa kuptimin e tretë të emrit Allahut El-Fattah, që ka të bëjë me përkrajën dhe mendimin e që është i ngjajshëm me emrin Allahut En-Nasir, që kemi marrë në dersën e fundit, këtu nuk kanë qasje pa besimtarët. Allahu xhallahu atyre nuk u hap dyert me këtë emër. Mund të hap me kuptimin e dytë, në qoftë se ata që duhet me u hap këtu te e treta nuk e meritojnë. Qëse besimtarët që Allahu duhet të hap dyert e fitorit nuk trokasin si duhet në dyert e Allahut azza xhall, atëherë çfarë ndodh në këtë rast? Atëherë internon ligji i Allahut kozmologjik. Për në momentin kur muslimanët nuk e marrin parasysh ligjin e Allahut shariatik, kur Allahu xhallahu ka kërkuar për tyre që të përgatiten dhe të jenë të gatshëm me tauhid, me vepra të mira, me devotshmëri, me istighfar, me këto trokitet në dyert e Allahu xhallahu ala që ti çel dyert e fitores. Kur muslimanët nuk trokasen në dyert e Allahu xhallahu ala me gjitha këto, atëherë internon ligji i Allahut kozmologjik. Qase ligji shariatik nuk është duke u përdorur në konflikt dhe në përplasje mes dy forcave. Ligji i Allahut kozmologjik, jo shariatik. Ligji i Allahut kozmologjik thot fiton më i forti. Fiton më i forti. Dhe shpeshherë do të muslimanët nuk përfitojnë nga ligji i Allahut shariatik, atëherë përfshihen në ligjin e tij kozmologjik. Mirë, po nëse ata trokasin si duhet në dyert e Allahut xhallahu ala me shariatin e tij, nëse nuk trokatet tek Allahu me gjunahe, nuk mund të trokasim, nuk trokitet tek Allahu xhallahu me mëkate. Nuk mund të trokasim tek Allahu xhallahu me ligj tjetër. Po ligjit të Allahu xhallahu nga se nuk e qel. Apo nuk e hap derën. Por duhet të trokasim në dyert e Allahu xhallahu ala me shariatin e tij. Ti premtojmë se nëse ne e hap fitoren, do ta zbatojmë ligjin tënd, sikurse thot Allahu xhallahu ala, alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salat wa atu az-zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Ata të cilët kur ne u hapim dyert e fitores, me kanahum fil ard, i bëjmë stabil. Shikoj vetë shprehja. Me kanahum, apo ti më kuptoj se është shumë stabil. Me kanahum e ka bër don kafin me të shtid për treguar një stabilitet, një qëndrueshmëri në pozicionin që Allahu të jap. Prandaj ata që kur ne u japim fitoren, çfarë bëjnë? E kamu sala, falin namazin, atu zakat, e japin zakatin, amaru bil ma'ruf, urnojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Andaj me këto 4 komponente mund të trokitet në derën e Allahu xhallahu ala, që Allahu më të ndihmu ndaj atyre që të bëjnë padrejti, ndaj atyre që të shtypen, bëjnë presion e kështu me radhë. Prandaj muslimanët kur të fillojnë,
me trokit në dyrt e El Fettahut, me këto 4 komponente, me shariatin e Allahu xhallahu ala, atër El Fettah u hap një dyrt posaçme që si hap askujt postyra. Është një derë fitores e posaçme, një shije e posaçme e fitores që nuk vije si pasojë e fuqisë dhe forcës, por vije si pasojë e intervenimit të emrit të Allahut El Fettah. E kjo ka një shije tjetër pastaj. Kjo ka një kuptim tjetër pastaj. Kjo ka një bereqet tjetër pastaj. Nga kjo rrjedh një fitore më specifike dhe më e posaçme. Dhe kjo vlen edhe në rrafshin e umetit si umet, por vlen edhe në rrafshin e individit si individ. Ka një njeriu për shembull i cënohet një drejt, ose i cënohet një e vërtet e tij që i takon e kështu me radhë, mirë po rrugën që e ndjek apo për ta kthyer të drejtën e tij, rrugën që e ndjek për ta larguar padrejtinë nga vetja e tij, nuk është ajo që e ka merret. Nuk troket në dyert të Allahu xhalla xhelalu me shariatin e tij. Mirë po përdor ligjet e tjera, rrugët e tjera, e metoda të tjera, i cili në fund mund të fiton. Mund të fiton, nga se garanton përkrahje më të madhe se ai që ja cënon të drejtën. Mund të fiton. Mirë po nuk është fitoria ajo që do ta gëzon bereqetin e dunjës dhe në ahiret. Andaj kjo është një kuptim gjithashtu i rëndësishëm prej kuptimeve të emrit të Allahu xhallahu ala El Fettah. Prandaj morëm kuptimin e kësaj fjale në gjuhën arabe dhe gjithashtu argumente që flasin se ky emër është për emrave të Allahut azza xal, dhe gjithashtu morëm 3 kuptime kryesore mbi të ndërtohet emri Allahu xhallahu ala El Fettah. Tash kalojmë tek pika e zakonshme që ka të bëjë me aspektin ton. Ne si mund të përfitojmë ne, apo si duhet ne të përfitojmë nga emri Allahu xhallahu ala El Fettah. Fillimisht aja që ne duhet përfitojmë nga kjo është se kur e njohim ne Allahun si El Fettah, atëherë duhet jemi të bindur se çdo gjë që Allahu xhallahu ala ka gjykuar është drejtësi. Çdo gjë që Allahu xhallahu ala ka gjykuar është e vërtetë. Qase emri i tij El Fettah është ai që gjykon me drejtësi dhe me të vërtetë. Prandaj, kjo vlen edhe për shariatin e Allahut azza xal. Kjo vlen gjithashtu edhe për gjykimet që ka bëu Allahu xhallahu mes njerëzve. El Fettah është ai i cili, domethënë, u hap rrugën njerëzve në situata të caktuara. Çka nuk kupton kjo? Kjo i jap besimtarit një shpresë apo në të vërtetën dhe drejtën që ai kërkon. Sa të drejta sot të varfërve shkelen dhe cënohen nga të pasurit? Shumë. Dhe mos ishte intervenimi i Allahut me emrin e tij El Fettah, që në situata të caktuara t'ja uqel derën ka pak edhe fukarave, apo do t'i gëlltitnin dhe shafitnin të pasurit, ndoshta edhe nuk do të ekzistante në kuptim asnjë cent që ta posedon i varfëri. Do të shndrojë tërësisht në një rab që i cili vetëm shërben për të mirën e zotërisë së tij. Mirë po Allahu xhalla xhelalu apo të pasurve u ambyll dikun, e që atë mbyllje që u ka mbyll të pasurve u hapin të varfërit. Kështu Allahu xhalla bën kombinim mes rabëve të tij. Dikujt i ambyll dikun e dikujt i aqel dikun. Prandaj ndodh që i varfri tjetë i dishëm, nërsa i pasri tjetë i padishëm. Ky ta ketë pasurinë e ky ta ketë dijen. I pasri tjetë i pasrë, po mos tjetë i fuqishëm, e i varfri të ketë fuqinë. Andaj këti janë mbyll dikun e këti janë qel dikun që të ekziston ekuilibri, balansi njëtë në kësaj bota. Dhe kjo është shpresë, se sare dikush tenton dikujt t'ja mbyll derën dhe t'ja mbyll rrugën me padrejtësi, shpresa e këtij që tentohet t'i mbyllë dera është tek El Fettah. Se Allahu te bareka te u aqel dyrt çdo kujt. Kushdo që shtypen këtë botë, Allahu xhallahu ala ka më aqel dyrt atë. Qoftë të troket me shariat apo qoftë në bazë të drejtësisë së përgjithshme. Po mund të posojnë individat dhe shoqëritë, mi po përgjithsisht do të mbetet dikush për njerëzve që do ta merr të drejtën e tij jetën e kësaj bote. Gjithashtu prej asaj që duhet kuptojmë këtu se Allahu xhallahu ala na pam se është El Fettah,
që gjykon me drejtësi dhe me të vërtetë, që nën kupton. Se ne në qoftë se dëshirojmë të gjykojmë me drejtësi dhe me të vërtetën, atëherë duhet të jemi në raport të mirë me emrin Allahu xhallahu ala al-Fatah. Me çka thash gjykon Allahu xhallahu ala? Gjykon me shariatën e tij. Prandaj dhe me ligjin e tij kozmologjik. Na nuk mundemi me gjyku me ligjin e Allahut kozmologjik, nga se nuk e kemi në dorë. A mundemi na për shembull ligji i Allahut kozmologjik është ai që mundohet Allahu xhallahu me pasuru. A mundemi ne si pasojë kësaj nuk mundemi na. As me ngrit dikën nuk mundemi, as nuk mundemi ul dikën, nga se Allahu xhallahu është ai që ka pushtetin në dorë, ja jap kujt të don, ja merr kujt të don, na nuk mundemi këtë më bër. Mirë po, a mundemi me shariatën e me gjyku se kush e ka mirë, kush e ka keq, po mundemi atë. Andaj këtë duhet ta bëjmë. Dhe duhet ta dimë, sikur si ka thënë Allahu xhallahu ala, "Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun." Ata që nuk gjykojnë me atë që Allahu ka zbrit, ata janë mizor, bojnë padrejti. Edhe pse ata e mveshin ligjin e tyre me petkun e drejtësisë, dhe nuk mund të ketë drejtësi larg ligjit të Allahu xhallahu ala. Dhe nuk mund të realizohet e vërteta larg ligjit të Allahu xhallahu ala. Dhe kjo është mësim për musliman. Nga se musliman mendojnë se na e kemi të vërtetën në dorë. Apo? Dhe herë do kur do, kjo e vërtetë do del shesh. Kjo e vërtetë del shesh atëherë kur shtyhet përpara me shariatën e Allahu xhallahu ala. Kur shtyhet përpara me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur respekton ligjit e Allahu xhallahu ala edhe kozmologjike për dal e vërtetën shesh. Mi nëse ne mjaftohemi vetëm me atë se kemi të vërtetën në dorë, na e kena hakun dhe ata e kanë batilin, apo dhe kjo është e mjaftueshme, na me fitu, na me ngavny, na me ecë përpara, atëherë nuk kemi përfituar sa duhet nga emri Al-Fattah. Nëse Allahu xhallahu ala ka kërkuar nga ne që këtë vërtet dhe këtë drejtësi që Allahu na ka dhënë ta shtyjmë përpara duke marrë parasysh sebepet që Allahu xhallahu ala i ka lënë në këtë drejtim për të ngavnyer e vërteta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam a kishte të vërtetën me vete? Po. A ishte e drejtë, e legjitime e tij, ajo që kërkonte në Mekë? Po. E pse atëherë me ikë për Mekës? Pse atëherë me u largu? Pse atëherë hijreti? Këtë marrje të sebepeve sa duhet, nganjëre nuk e kuptonte as Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Andaj, edhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në marrëveshjen e Hudejbjes, "Elasna 'ala al-haq", a nuk jena në hak? A është e vërteta me neve, po. Po me neve është e vërtetë. E pse pranon me këto kushte? E po ka dal, nuk mjafton vetëm me pas vërtetën. Nuk mjafton vetëm me menduar se ki mirë. Por duhet me marr edhe sebepet e tjera që Allahu xhalla xhelalu i ka vendos, ai që el-Fattah ka gjyku. Se ai që ka të vërtetën me vete, duhet edhe këtë rrugë me ndjek që e vërteta ti me dalë shesh atë. Ne duhet angazhim, duhet unitet, duhet bashkim që e vërteta dhe drejtësia me dalë shesh. Duhet bashkëpunim kolektiv. Nga se Musa alayhis salam a kish të drejtën pe Allahu xhallahu ala që tjetë ai që e sundan Kutsin, po Allah ja dha këtë drejtë. Nga sa aty ishin disa popull, disa grupe njerëzish, një popull xhebarin, arrogant, gjithashtu domon të ashpër, të rrept, të padrejt. Dhe Allahu xhallahu ala i dha të drejtën Musa alayhis salam që ai ta ketë pozitiv këtë tokë. Wa anna al-ardha lillah yurithuha man yasha'u min ibadi. Toka është Allahut. Allahu xhallahu ala i trashëgon këtu kujt don nga robët e tij. Dhe Allahu xhallahu ala e bëri Musa në trashëgimtar legjitim të Kutsit. Nga se i tha udkhulu, futuni. Hyni atje. Allah i dha leje. Dhe kjo ishte e vërteta dhe ishte e drejta. Edhe ishte e vërtetë. Premtimi Allahu xhallahu ala se do të zbatohet dhe ishte e drejtë e Musa alayhis që ai ta kishte në dorë atë vend të shajt. Por megjithatë a mundi me hy? Nuk pat mundësi me hy atë. Pse? Nuk u morën sebepet e duhura për të hyrë atje atë. Andaj për të funksionuar komplet el-Fattah mund gjykon me një kuptim. E drejta dhe e vërteta është me ty. Apo mirë po, të gjykon edhe me kuptimin e tretë të fitores dhe ngannimit, e këtu duhet pak të sebepe tjera. Nuk mjaftohet vetëm me të parën.
ma ka do mu me gjyq, apo Allahu xhallahu ala se e drejtash me mu. Kjo është në rregull, apo mirë po. Ku janë masa që ti ke ndërmarr që ke drejt tash e dritën? Edhe kjo është një udhtim. Edhe kjo është në rrugtim i joni që duhet ta kemi parasysh. Prandaj na shpesh mjaftojmë se haku është me neve, le të bëjë çka dojnë. Apo le të shtojnë ata sa dojnë, le të forcojnë ata sa dojnë, se na e kena të vërtetën, Allahu ka premtuar se e vërtetë ka më don shesh. Po, Allahu ka premtuar se haku ka më don shesh. Allahu ka premtuar se ka më ndihmu robët e tij nga sot el-Fattah. Mirë po, a jemi ne ata që përmes neve e vërteta ka më e pa dritën apo jo? Kjo është çështje tjetër. Prandaj, emri Allah el-Fattah na mëson që si të menaxhojmë me të vërtetën që kemi, si ta kuptojmë drejt hakun që kemi, ta kuptojmë në soza të kuptimit të përgjithshëm të emrit Allah el-Fattah. Jo ta marrim një kuptim selektiv vetëm. El-Fattah tham është ai cili gjykon me drejtë dhe me të vërtetën. Po. Mirë po ai kur do më ndihmu Rabbet tim me el-Fattah i lyp do sebepe. Jo vetëm që ta kenë në pronësi të vërtetën apo, por edhe ta përdorin si duhet këtë të vërtetë dhe këtë të drejtë legjitime që ata kërkojnë, në qoftë se dëshirojnë që Allah xhallahu ala t'u jap atë që ka premtuar Rabbet tim. Andaj Musa alayhis salam nuk e pati për krahjen e njerëzve, e kusht është që populli me e lyp, populli me e dasht. Antare u vonua, vdiq Musa alayhis salam, e vdiq Harun alayhis salam, dhe nuk patën mundësi që t'i gëzojnë sytë të tyre me çlirimin e Kutsit. Tek mas një kohë caktuar, kur gjeneratët e kuptuan se duhet lëvizur që ke vërtet të del shesh. Prandaj, sot na shohim se në so vende, e vërteta është e ngulfatur. Haku është prezentu jo që është duhet. Jo pse ka arë një e vërtet e caktuar dhe ka përmbys kuptimet, jo për shkët arsye. Po për shkak se barcit e hakut janë neglizhent, e barcit e të kotës janë shumë aktiv, dhe këtu atër Allahu xhallahu ala ka gjykuar me ligjin e tij kosmologjik. Nga se ligji Allahut shtet çka thot: "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa." Përgatituni kundër tyre me atë sa keni mundësi nga fuqia. A kemi bërë ne atë sa kemi mundësi mu përgatit? Jo. As kuptimin e besimit, as kuptimin e devotshmërisë, po as kuptimin e mjeteve, qoftë materiale apo çka do qoftë. Prandaj nuk kemi trokit në dyert e shëratës që duhet. Atëra është hap ligji i Allahut kosmologjik dhe mbi sundon dhe udhëheq me i fuqishëm dhe me i fortë. Pra el-Fattah duhet për të nga kjo se po e vërtetë Allahu na ka gjykuar, Allahu ka gjykuar se haku është me umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për të aktivizuar kuptimi i tjetër i el-Fattah, që nuk kupton ndihmën dhe përkrajen, këtu duhet pastaj disa sebepe tjera ato. Gjithashtu nga emri i Allahut el-Fattah, ne si musliman përfitojmë një lloj shprese dhe një lloj ngushëllimi se nëse ne i marrim sebepet, angazhohemi dhe përpiqemi të ndëruar, por megjithatë ndodh caktimi Allahu xhallahu ala që mos të merr hap për hapet të vërtetës. Përkundërzi, të quhen njerëz dhe të na akuzojnë se ne jemi kështu, edhe ne jemi ashtu, dhe ne jemi të rrezikshëm, ne jemi sikurse din të akuzojnë në lloj-lloj mënyre. Apo atëherë sa muslimanë shqetësohen, sa muslimanë bezdisen, neveriten, madje likshtohen, dobësohen, e plagështohen duke lëshuar rrugën e Allahu xhallahu ala. Ne themi se Allahu është el-Fattah. Nuk ka çare Allahu xhall patjetër. Allahu xhalla xhelalu patjetër. Allahu xhallahu ala do të gjykon mes neve dhe mes tyre. Edhe në dunja para ahiretit. Edhe në dunja para ahiretit. A ka mbet ndonjë pejgamber që ka ardhur në tokë e që nuk është qartësu se a e ka pas ai mirë apo populli? Dunja para ahiretit. Sot para ahiretit nuk ka mbet. Këtë është qartësu. A është qartësu, po është vanu. Po kjo vënes është sprov. A është vanu pastrimi Jusufit alayhis salam? Është vanu. Dhe për të pasru ka kalu dhe në burg. Mirë po nuk ka mbet pa u qartësu. Kjo më rëndësi. Nuk ka mbet pa u qartësu. Ande këtu kemi ngushtimin. Ata letojnë çka dojnë. Ata mund të thonë sot për shembull për muslimanët
se janë kështut, mund të nësët për ata që falen, ose ato që kanë shamia, mund të nësë janë kështut ose kështut, apo? Nga se e kanë sot për sot një fuqi caktuar që Allahu a ka mundësu që ta keq përdoren. Sprovë për ta. Mirë po, a thua val, kur nuk ka më marrë vesh në këtë vend, kush e ka pas mirë, a na që në falë, ata që në falë, ja el-Fattah, Allahu alem, kur ai ka me gjyku, Allahu alem, kur ai ka me sjell në shesh, këtë vërtet, por ka me ndodhë. Shikoni sot sa betejë bëhet për rishkrimin apo mos rishkrimin e historisë. Janë mundu krejt makinerin intelektuale që e kanë pas, apo me dekada me radhë, e kanë mobilizu në drejtim të falsifikimit të fakteve dhe argumenteve, që gjithmonë musliman të dalin si lojal pushteteve ose qeverive pushtet në bajtëse, që na kanë okupu dhe na kanë torturu e kështu më radhë. Ose t'i vendosin të tjeret për shembull me emra që s'janë musliman, gjithmonë ata që kanë kontribu për kauzën e këtij populli, kanë luftu për këtë vend e kështu me radhë. Kjo është padrejtësi. Ne sot nuk i kemi në dorë sa duhet, si kemi marrë sebepet. Se kur vjen fjala për doktor historisë, ata i kanë më shumë. Kur vjen fjala për doktor të kësaj, ata kanë më shumë. Apo dhe ata që kanë më shumë po e përdorin, nga se na s'kemi trokit në dy të shariatit për këtë çështje. Se si e zgjidh shariati këtë punë apo? Mirë, po a do të mbetet gjithmonë kështu që njerëzit mos dinë kush realisht ka pagu me gjak që sot ne jemi kështu? Kush ka pagu me gjak që ne të vazhdojmë të jemi çfarë jemi, mos jemi dikush tjetër? A do të jetë gjithmonë kështu? Ja, na e kemi shpërën të el-Fattah. Allahu el-Fattah ka me qelë, bejnena o bejne kaumina. Si ku se ka Allah gjella, mes neve dhe mes popullit tonë. Rabbana ftah bejnena o bejne kaumina bil haq. O Zot, ti gjyka, ti qele, këtë mjegulli që ka kaplu shumë njerëz, mes neve dhe mes popullit tonë. Qele. Wallahi, Allah do të qelë bidë një lapën. Sa hoxha është që ka kontribu për këtë din, që ka kontribu për këtë vend, që ka luftu kundër armiqve të Allah gjellera, me mbrojt popullin e vetë, me mbrojt ndër, me mbrojt këtë tokë, nuk i dihet as emri kush është, as nuk i dihet kontributi, as i nuk dihet. Pse? Pse pasues të atij hoxhës s'janë marrë ç'është duhet me shkrimin e asaj që duhet dhe me publikimin e saj që janë marrë ata me atë vetën tyne. Andaj kanë bëtë tyne e ka shku joni atë. Mirë, po nuk ka më shumë gjithmonë. Nga sa Allahu xhalla xhelalu është el-Fattah. Këtu e kemi shpresën. Janë munduar në kohën e Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, apo që ta burgosin. Mirë, po nuk patën mundësi me i burgos kuptimet e tij. Ai fizikisht ishte i burgosur, ndërsa realisht lirshëm publikoheshin dhe përhapeshin kuptimet e Ibn Taymiyyah rahimahullah. Madje kur ka vdekur Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ka qenë si ligj i pashkruar, por si ka funksionuar në krejt shtetin islam, është e ndaluar të citohet Ibn Taymiyyah. E ndaluar është. Madje më tepër se 3 shekuj, para mendo, më tepër se 3 shekuj, më shumë se 300 vjet. A di sa gjenerata është? Më tepër se 300 vite, edhe dietarët islam, në qoftë se fshihurazi e kanë marrë ndonjë citat të Ibn Taymiyyah rahimullah, nuk kanë pas guxim të thonë se qali Ibn Taymiyyah. S'kan pas guxim të thonë qali Ibn Taymiyyah. E ja kanë atribu vetes së tyre këtë citat. E ka marrë për cilin citatit, e ka larguar në 300 vjet. A nuk janë të mjaftuar me 300 vjet që të harrohet emri dikujt e të zhdukën librat? Është po normal 300 vjet mobilizim i tërësishëm që të fiket një dritë e një kuptimi të caktuar. 300 vite. Që mos të përmend as emri i tij. Mi po el-Fattah, po a e dim pse ka zgjat 300 vjet, 500 vjet, sot më 700 vjet apo s'ka vend në botë që nuk thuhet qali Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ka thonë Ibn Taymiyyah. Madje konsiderohet Sheikhul Islam ibn Taymiyyah edhe i vdekun atje, në rrë konsiderohet apo Allahu xhallahu ala e ka bërë motorin e ringjalljes së islamit në këtë shekull atë. Shikojë në çdo vend ku ringjall Islami. Në çdo vend ku është ringjall feja Allahu xhallahu ala, pas komunizmit, e pas nacionalizmit, e pas shumë izmave që kanë kapluar muslimanët, ka filluar ringjallja e madhe në gjitha vendet e botës, gjitha vendet e botës. Sa rinia, sa namazi, sa mbulesa kështu më radh.
nuk ka vend në botë që është përfshin nga kuriozim, apo e që nuk e gjen shkëndin e parë të kësaj ndezje, ndonjë thënie, ndonjë libër, ndonjë kuptim të Sheikh Husajn ibn Taymi rahimullah. Andaj kjo është el-Fattah, kur nuk ka hup Allah xhalla xhelaluhu. Ai e din kur e sjell, ai e din kur e qel, atë që ata ka dosh me e mbyll, ai e din. Mi po ne kemi shpresë se herë do kur do Allahu te baraka ka më gjyku. Qartë zot diet sa ka qenë më mirë më ufala mos më fal. Në dunja nuk po për ahiret. Në dunja komoditë. Në dunja komodit qartaz se kush e ka pas më mirë. A ne që kemi thirr që të mbulohen gratë apo ata që po thrasin më u zbulu. Qartë komodit kjo punë. Në dunja pikapedin ti hoç, unë nuk e di, nuk di gajbin unë. Por emri Allahu el-Fattah më jep këtë siguri. Ase emri Allahu el-Fattah kështu gjithmonë gjatë historisë ka funksionuar. Gjithmonë ka dalë shesh. Ose ka dalë shesh duke dalë e vërteta, ose ka dalë shesh edhe ndryshën këtë botë. Allahu na ruaj që të dalë çashtu. Apo sikur se ka dalë në kohën e Nuhut alayhis salam. Populli Nuhut alayhis salam s'ka pas rast teorikisht me bindje me kuptu kush e ka po mirë. Po veç i ka bindë Allah me tufan. A mund të vesh tash kush e ka mirë? A mund të vesh? A ka marrësh djalin Nuhut se ka keq? Po valla ka marrësh halatu ku në dunia ka marrësh keq. Mirë po i nati. A ka marrësh faraoni se ka keq? Po e ka marrësh, po dosh me myt me ujë, e po tash çka me bë? S'ka marrësh ndryshe. Po na shpresojmë që ajo që ndodh mes neve edhe mes disave nga populli jon, apo të del e vërteta në shesh gjitha mejdanet me bindje dhe mirësi, apo jo me tufane përmbytje me dënime, që Allahu xhallahu ala intervenon në mënyrë të caktuar, intervenon, por nuk e lën që tan kohën të dhunohet e vërteta. Tan kohën të promohet e vërteta, Allahu xhallahu ala këtë nuk e lën. Tan kohën, tër kohën të shpifet për një kategori të caktuar njerëzish, gjithmonë tu shpif, gjithmonë apo të dhunohet e drejta në këtë drejtim, Allahu xhallahu nuk lejon. Kur ndodh kjo hapje, Allahu alam, ne nuk e dim, po ne kemi bindje se ka më ndodh. Apo xharaf. Ka më dëshmu Allahu në këtë botë. Allahu alam çfarë? Në çfarë mënyre? Qoftë duke ardhur njerëz të dijshëm, qoftë duke u udhëzuar pa dijshmit, qoftë duke u probleme, ne nuk e dim. Mi po ka më ardhur, gjithashtu se ata që e kanë bart mjekën për hir të Allahu xhallahu ala kanë qenë në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. S'ka qenë pasojë pagesave të caktuara. Apo sot ka dyshime ende, mjegullina, apo për dikon, apo ende el-Fattah do të hap. Do të hap el-Fattah. Apo gjithashtu el-Fattah për ta qitë në shërë të vërtetën. Apo në këtë, po flasë për këtë botë. El-Fattah është që edhe u hap dosin zullumçarë atën. Ka se i kanë dosit e zëmë të i kanë. Një dosi e ty në veç mu hap, apo kompromitohen. Nuk kanë ftyrë me dalë. Ata mundohen me im shef, nga se i kanë mekanizmat. Mirë, për kur zënë Allah Gjellera, u aqiri i bën hura. Sa njërin këtë botë, subhanallah, po, Allah Gjelleru ala e ka përshnu në dunja me flitësirat ndryshme, apo e ka angazhu me to prej sulmit dhe luftimit të muslimanëve. Andaj kjo është el-Fattah. Ne kemi shpresë tek Allah Gjelleru ala, se Allahu te bareke ve teala do të hapë të vërtetën dhe do të hapë dosje të kësaj të vërtete që njerëzit e manipuluar, njerëzit e mashtruar apo të kenë qasjen këto dosje të kuptojnë drejt se e vërteta ku është, drejtësia ku është, kush është ai që ka punu e kush është ai që nuk ka punu, kush me kënd ka qenë e kështu me radhë. Prandaj sikurse e përmenda me Allahu xhalla xhelaluhu në shumë vende në Kur'an përmend thirrjet e pejgamberëve, lutjet e tyre me këtë emër të Allahu xhallahu ala që Allahu ta qartëson të vërtetën. Ky qartësim, kjo kërkesë për të qartësuar vërteta nga ana e pejgamberëve ka të bëjë me këtë botë, ende s'po flas për botën tjetër, ka të bëjë me këtë botë. Andaj sikurse e përmenda atë që ka thënë Nuhi alayhis salam, qala rabbi inna qaumi kadhabun. Nuhi alayhis salam tha në surën Shuara 117-118. Shuara 117-118. Kale, tha Nuhi, rabbi inna qaumi kadhabun. O Zot, popullim për gënjeshtroj, popullim për më thot gënjeshtar. Shumë gënjeshtar. Apo, popullim për më thot i rrezikshëm, popullim për më thot i shitën.
Nuk e zëmë shuta. Po më thotë populli po rran. Faftah bejni o bejnehum. Qele o Zot. Qele udhën mes, kalzoj kush është gënjeshtari, tregoj ju. Fathan, një hapje të qartë, të dukshme, që s'ka pik mjegullimin të. Wa najjini wa man ma'iya min al-mu'minin, dhe më shpëto mua dhe kush është me mua nga besimtarët. E hapi Allahu xhallahu ala qiellin. Po, nuk I kërkoj diçka me u hap, diçka le të hapet. Apo që kjo hapje nën kupton me tregu kush e ka vërtet, edhe u hap diçka. Po kjo hapje nuk është në favor të popullit, u hap qielli dhe I mbyti Allahu xhallahu ala. Para mendoj subhanallahu, kur të hapet qielli dhe nuk bën shimu. Jo, s'ka rashi në kohën e ujit atë. Nuk ka rashi në kohën e ujit. Jo, në kohën e ujit ka vërshu ujë pe qielli apo. Para më nësi me kap një shumë kjo krahasim shumë I thjeshtë, vetëm me kap lumin Nil apo ose lumin Tigër, lumet e mëdha që apo edhe me kthy për smrapshti. Me qenë lart, edhe me vetë me rrjedh në tokë, me rrjedh pesë në alti në Mitrovic. Qa bëhet? Vërshime? A bëhet vërshime? Nuk bëhet vërshime, këtu hupët këtë shenja që ka pasur që ka pishtë, e që shtu ka ndodhë. Apo? Sallahu Gjellera thot, I kemi hap qilin bimain munhemir, në surën Qamar, bimain munhemir, do në uj që ka vërshu për të në anëve atë. Edhe jo me që ka që apëtën. Po tokën Allah e ka qilë, këtë burimet në tokë që kunë ndojë për jashtë apëtën. Para më napëtën, fel të kalmau ala emrin qad kudir, apo është taku uji, për një çështje që Allahu ka caktuar. Ujit e tokës edhe ujit e qiellit bashku po. A u ditë më aty, a është liçi, a oqan, a çka u bë aty. Po ka lyp në rabi Allahut, Allahu më ftah. Çel Allah diçka çel. Nga se e kanë tepruar të shpi për neve. U bë shumë mo. Me ju thonë nujt alisom gënjeshtar, tepër është kjo. Kjo është tepër. Dhe Allah ka qel. Dikun I qel dosjet, dikun ja qel syt, apo e popullit ja u ka qel tokën e qiellit, po për sherr tyne. Të ka vërshuar për të nënë apo. Andaj kjo është kërkesa e Nuhit alayhis salam. Dhe gjithashtu popullit të Shuaibit në surën A'raf ajeti 39, Allahu xhallahu ala thot kur e citon Shuaibin alayhis salam duke Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. O Zot, çela gjyka me të vërtetën, me hak mes neve dhe mes popullit tonë. O anta khairul fatihin, qase ti ai që gjykon më së drejti, ti ai që gjykon më së miri. Çfarë ndodhi apo? U dënua populli I Shuaibit alayhis salam. Allahu xhallahu ala po u aqeli. Mirë po nuk ishte në favor të tyre apo. Nuk ishte në favor të tyre apo. Gjithashtu Allahu xhallahu xhelalu flet për robët e mirë në surën Ibrahim në ajetin 15 thotë wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Wastaftahu çka në kupton? Ata e kërkuan gjykimin e Allahut azza xhel. Pasi na jemi të sigurt, na studhemi për dosjen tonë. Sa themi ja Rab, gjyka me çka dush sot. A ma mirë më fal, mos më fal, na flem rahat. Apo mirë po, wa khaba kur kërkohet kjo më uqel, tani ju kejt fitojnë. Wa khaba do istaftahu wa khaba. Apo do kanë kërku me gjyku Allahu me drejt dhe rahat kanë qenë. Nërsa da, wa khaba kullu jabbarin anid, nërsa ka dështu, ka humb, apo kullu jabbarin anid, çdo arrogant, kokfort. Arrogant dhe kokfort, kombinim fatal, apo që mund të përzihet tek një njeri apo. Gjithashtu prej kuptimeve të këtij jami ose ndikimit të këtij jami në jetën tonë është krahas kësaj bindje që kemi se Allahu do të çelë në dunjë, atëra a kam dyshje për ahiret? S'kam dyshje. Në qoftë se një botë plot zullum, plot padrejti, apo megjithatë El Fattah garanton hapjen e mundësisë për të njohur të vërteta. Hapjen e rrugës për dalë e vërtetësh dhe drejtësia. Sikur që e cekëm kuptimin e caktuar më herët, gjithashtu edhe kjo shpresë neve vazhdon të na mban jo vetëm në dunjë, por shkon duke ushtu sa më tepër ne I afrohemi ahiretit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e natës e ka fillu apo që Allahu xhallahu ala më ia mundsu
me njohë të vërtetën edhe në këtë botë edhe në botë të tërë. Allahumma rabbe Gjebrail, wa Mikail, wa Israfil, fatir e samawati wal ard, anta tahkumu bejna ibadika, fima kanu fihi jekhtelifun, ihdini, lima khtulife fihi min al-haqqi bi idhnik, inneke tehdi men të shau ila siratin mustaqim. Me këtë dua hyrëse, i dërguari sallallahu alaihi wasallam, apo hynte në namazin e natës. Allahumma rabbe Gjebrail, ka përmend emrat e 3 melekëve më të mëdha, apo o Zot, Allahumma Zotim, Zoti i Gjibrilit, apo dhe i Mikailit dhe i Israfilit. Këto 3 melekë janë sinonim të shkafit, të jetës, të gjallërisë. Nga se Gjibrili është sinonim i shpalljes, që është jeta njerëzve, apo Mikaili është i furnizimit, që jeta njerëzve këtë furnizim, dhe Israfili i ringjalljes atë. Ka kërku për Allahu xhallahu ala me emrat e këtyre 3 melekëve të mëdha, apo që Allahu t'i jap gjallëri, t'i jap jetë, dhe ta udhëzon në atë që robët e Allahut janë të paudhëzuar, në atë që ata kanë konflikt dhe mos pajtim. Dhe kjo është edhe për këtë botë, por edhe në botën tjetër. Edhe në botën tjetër, Nuhi alayhis salam do të vazhdon me popullin e vet. Këtu tha ftah bainana, apo edhe i përplasi Allahu xhallahu ala me ujë. Yawmul qiyama e sill Allahu popullin e Nuhit alayhis salam, edhe Nuhin alayhis salam, sikur se ka në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai thot Allahu xhallahu ala popullit Nuhit, hel ja'akum min nadhir, au ka ardhi dikush, shikoj kë forci. Ata në dynjë kanë marrë vesh, kush e ka mirë? Dynjë kanë kuptuar se keq e kanë, se i ka mbyt Allah me ujë. Kur dalni yawmul qiyama, i thot Allahu xhallahu ala, a ardhi dikush më thirrë, kur s'na ka neve. Na kanë se kena pas kur na nis kem që ty vishtu do të na s'ka nisur kur. Subhanallahu. Edhe para Allahut këshyren me rajt apo. Edhe para Allahut këshyren me shpiv për robën e tij apo. Subhanallahu. Dhe ka njerëz Allahu na rujt apo që tan kuon e lufton Islamin. Nesër me bujë Islam me kur më i fort apo me Islam apo çot lufton ty. A kuptot? Bo që ai ka qenë që gjithmonë u fal, gjithmonë ka xheru, na s'ka mund, na komplet, na s'na fal. Subhanallahu. Andaj në asnjë pozicion nuk qëndron. Edhe ditë e gjykimit. Mundon që më thon Allahu xhallahu ala, s'na ka pejgamberin, na s'ka pa kërkon hiç. I thot Nuhit, hel belagt. Ti e ke qenë vën. Shikoj, te el fataku tha mora sebepeve. Apo për të plotësuar procesin gjyqësor. Allahu xhallahu ala ka mundësi me kap këtë popull të prisht, me kap pej arasatit, pej vendit ku janë aty, apo me kap edhe këtë xhenem me gjujt. A ka mundësi? Ka mundësi atë. Mirë, po el fatah do me plotësu procesin. Apo kur gjikon, krejt me marr sebeve sikur se ka filluar. Krejt do të marr atë. I vet këta burrat. Ai ka ardhur, po sikur po. Mirë. Ky po thotë që unë më kontë çta. Ka men yashhadu lak. Dëshmitar anu. Dëshmitar se je kontë kë. Thot ummatu Muhammad. Ummeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ato sill na ai dëshmon. Po ku e dim nëse na kona? Na ku kena para në alsam. E po na kena lezu, Rabbana ftah bainana. Na kena lezu këtu në Kur'an se ky deri ka lyp që Allahu më gjyku mes ti dhe me popullit dhe Allahu ka gjyku, e ka qiell qiell dhe Allahu ka mbyt atë. Na dëshmojmë për këtë lutje me kuptimin e emrit Allahut El-Fattah, ne dëshmojmë se Nuhi alayhis salam e ka qenë vend porosin Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe kjo është çelje. Çlirohet Nuhi alayhis salam se Muhamedi po dëshmon. Ummeti Muhamedi sa po dëshmon. Andaj në herat do të qartësim s'ka pik mjegullijente. Në dunja njës mund të sështirën, apo? Allahu xhalla xhelaluhu ja ka mundësu popullet e Saliut, Thamudit, të del devja nga guri. A është kjo feth? A lëbë mu qelë guri? El Fetah ja u qelë gurin. Dhe pej kësaj e nëzirë devën. Me kalzu se që kjo robi janë me komirë. Nga sa i ka lëbë, o Zot, qelna. Gjykon mes neve kush e ka me hak. Që? E që ka mu pasaj? O pet ju ka me gullu. Kush e di kjo me që ka mu? E tani kur djomul qiyama, kur Allahu gjykon përsëri, apo për të qartësu e vërteta, e pastaj
çdo vezvese që e kanë pas, nëse e kanë pas këtë dunjë, e çpërlajnë me zjarr xhenemit Allahu na ruaj. E atje s'ka vezvese më. Atje e kuptojnë qartat se kja që kanë pasur. Po. Nga se do të luten Allahu na ruaj, apo me mallkim ndaj vetëve. Sikurse ka thënë Allahu xhallahu la tad'u al-yawma thuburan wahidan, apo mos lutni kundër juve thuburan wahidan, një mallkim, apo po lutni thuburan kathira, apo mos lëni mallkim fjalor që dini pa e mallku vetën e juve prapën. Nëse jeni të mallkum. A ka më masoj, a u qarsuar apë të mi, a u qarsu ku e ka pas hakun. Ju në gjennet, këqëra ato që të shajke, qele dritarën, apo? Allahu akbar. Ata që e kanë shajt islamin sët, edhe ata që shpifu për islamin sët, edhe ata që ne ofendojnë sët, kur Allahut në raton gjennet el fetah, apo? Themi ja rab, që ka të spendohet des, ju ndek, des edhe këta curit desin, nëse spendohen, vaj halli për ta, li besimtarët ja rab, qaj që i shpif ke për mu, theke këta pagun, qel ma gjamin të shaku është, apëtën. Apo? E shë duke dënu në gjëhnem, apëtën. Paramëna që ta që kanë shpif, kanë rajt, deri në të mos Allahu Gjallahu Ala e qelë, që al-Fetah, e hapë dëvërtetën, që duket e dukshme deri në të mos, sa që këta që jenë në gjëhnem, Allahu në rujt, apo? Do t'i thujnë këtyne të shiturve në thujza që ju kanë thonë, apo e të prapambeturve, këtyne do të thonë, e fidhu alejna min el ma, a bëve që do ujë me në adhonë, se flaka në adhonë. E kush e ka pas mirë, leti kush e ka pas mirë, humur vesh kejtë kjo punë. E qartë të kunë gjithmonë, apo veç një pik uja bënë me në adhonë, se flaka në adhonë. Shiko, deri në këtë mas, el fetah e qela. Deri në këtë mas, deri të poshtrojnë tërsisht, për shkak të tendencave të ulta që kanë dashur me i portu rob të Allahu xhela xhelalu. Andaj kanë hap një përkrahje, në fuqia me al-Fetah, në hap guxim, në hap krenari, në hap motiv për vazhdim atutje, nga se al-Fetah, sikur që çeka do ta hap edhe në këtë botë, mirë po do ta hap edhe në botën tjetër. Andaj Allahu xhelalu ala në surën As-Sajda, në ajetin 29, ditën e gjykimit e ka thujt Yawmul Fath. Dita e hapjes. Apo dita e largimit të mjegullinave, dita e çlirimit, dita e gjykimit të drejtë me të vërtetën, sikurse thot Allahu xhallahu ala, kul yawmal fathi, thuaj ditën e fathit. Apo la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Nuk u bën dobi besimi atyre që kanë mohu. Çau botash po besoni? Po Allah e pam tash vërtet e s'ka më. Kjo është yawmul fath. Tash, apo, kur ka mri puna dhe atje, s'ka mu kom besu më, wala hum yunzarun, apo, madje, asë nuk do të jipet mundësia safat për me folë bilat. Yawmul Fath. Yawmul Fath është el-Fetah. Prandaj, e lusë Allah në Gjallahu Ala që ky emër tjetë, ose ne, kështë të më drejtë, ne të jemi në raport mitësor gjithmonë me emrin e Allahut el-Fetah. Qoftë kur kërkohet të gjykuarit me të drejtën dhe të vërtetën, qoftë kur kërkohet që Allahu xhallahu ala të na ndihmon, gjitha këto raste të jemi ne në raport mitësor me këtë emër të Allahu xhallahu ala. Këto janë disa prej përfitime që i përmenda në lidhje me emrin Allahut el-Fetah në këtë pjesë, e kanë bërë edhe disa dobi tjera që do të vazhdojmë me to inshallah në pjesën e dytë. Me kaq po i do fund, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kathira.